Rrëzohet nga skela e ndërtimit punëtori në Kavaj shoqërohen disa persona. Një 62 vjeçar ka ndruar jetë në Kavaj pasi është rrëzuar nga skela e ndërtimit teksa ka qenë duke punuar. Mësohet se janë shoqëruar po ashtu disa persona të cilët kanë qenë në vendngjarje kushtetasi me inicialet SH ndroi jetë. Kavaj, informacion para prak. Rreth orës 15:30 në urgjencën e spitalit rajonal Durrës është gjetur pa shenja jetë shtetasi P rreth 62 vjeç, i cili ka qenë duke punuar në qytet Kavaj në një pallat. 62 vjeçari dyshohet se ka humbur jetën si pasojë e rrëzimit të një trari prej druri gjatë çmontimit të skelave të ndërtimit. Si pasojë e rënies së trarit është dëmtuar lehtë në këmbë shtetasi SH. Janë shoqëruar në komisariat personat që kanë qenë prezent në ngjarje. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe në drejtimin e prokurorisë po vijon punën për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.